Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një çift amerikan ka përfunduar në një tragjedi të tmerrshme. Rreth orës 10:15, Brandon Saporito, një shtetas amerikan 57 vjeç, ka sulmuar me thik gruan e tij, Sandra Holley Saporito, 53 vjeç, në një shtëpi të marrë me qira pranë zonës pedonale të qytetit. Sipas policisë së Shkodrës, autori ka qenë në gjendje të dehur kur ka kryer krimin. Pas vrasjes, ai ka tentuar të vetvritet duke i shkaktuar plagë në duar, por ka mbijetuar dhe është transportuar në spital për mjekësore. Aktualisht ai ndodhet në mbikëqyrjen e autoriteteve dhe po merr kujdes mjekësor. Fatkeqësisht, Sandra Holley Saporito nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka humbur jetën për shkak të plagëve të marra nga sulmi. Policia ka njoftuar se hetimet janë duke u zhvilluar për të zbardhur motivet që çuan në këtë krim të rënd, ndërkohë që grupi hetimor po punon për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes. Për momentin nuk ka informacion mjaftueshëm që të sqarojë shkaqet e sulmit, por autoritetet kanë theksuar se vrasja ka ndodhur në një moment të dejes së autorit, i cili pasi kreu krimin tentoi që të vetvritet. Çifti amerikan kishte arritur në Shqipëri disa ditë më parë dhe siç njoftohet, ata kishin qëndruar aty për një periudhë kohe të shkurtër. Ky krim ka tronditur qytetin e Shkodrës dhe ka ngritur pyetjet mbi sigurinë e vizitorëve të huaj dhe fenomenin e dhunës në familje. Për këtë ngjarje, prokuroria ka nisur hetimet dhe ka ngritur një grup hetimor, i cili është duke punuar për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe për të dokumentuar plotësisht këtë akt të rënd kriminal.